menduar ndërmjet kryetarëve zonës Lulzim Bashi i Partisë Demokratike të Shqipërisë. Përcjellim me simpati angazhimin e opozitës në Shqipëri, kryetarit Basha, në sfidat që ndodhen, e çdo herë me dëshirën që këto sfidat i kalojnë me sukses, pa ta mundësinë me informu që edhe ne në Kosovë kemi disa sfida e disa konteste të hapura politike, por që do ta kemi kujdesin maksimal që të i kalojmë pa po domen ato që është mërime shumë mund. Vi këtu po kështu në shenjë respekti dhe vlerësimi për leadershipin që Zoti Haradinaj ka demonstruar që nga dita e parë e përfshirjes tij aktive politik. Uroj dhe shpresoj që duke bashkuar vullnetet për qëllime të përbashkëta të zgjidhen rrugët më pa kosto dhe në mënyrë që mos dëmtohet, por t'i shërbehet konsolidimit të shtetit Kosovës. Qëllimi i vizitës nuk është as të vim të japim leksion dhe as të marrim leksion. Është të shkëmbejmë informacionin, të shkëmbejmë pikpamjen për situatat politike si në Tiranë ashtu dhe në Prishtinë, në funksion të gjetjes së rrugëve të duhura për të përballur me sfidat.